Jemi në Vënçe me një mesazh fantastik, jetoni jetën me kthjellësinë e mrekullueshme të ujit Lajthiza. Është një ujë shumë prestigjioz, një ujë që duhet jetë në çdo tryezë, madje edhe këto tryeza tona trekëndçe, edhe jo vetëm ky ujë, Standard, cilësi. por edhe këto produkte që thonë ta du shijen, këto I kam shumë qef. Kjo është me roze, është e pëlqyera ime. Dhe ne Lajthizën e kemi shijen tonë të preferuar prej vitesh Prej në këtë dekadash emision. tashmë. Mirë, jemi në Vënçe. Jemi në një Vënçe shumë të fuqishme dhe besoj që do ketë interes shumë të madh. Kjo studio do përçojë mesazhe të mëdha, ashtu si dim ne, do flasim për pleqt e haruar. Kështu e kemi quajtur vetë, e kemi quajtur kështu, dikush mund të na thotë, po nuk thuhet pleqt, nuk thuhet, jo kështu e kemi quajtur. Kështu duam ta quajmë ne. Mbani mend të rastin e atij plakut që u gjend mas 6 muajsh në Korçë. 9 muaj. 9 muaj, të harrosh nuk është I harruar, ai është I abandonuar, jo vetëm I harruar. Ka fëmija, ka njerëz, ka komshia, s'ka nuk komshia. është një rast, janë 15 raste të tilla. Janë 15 raste të 15 raste të tilla dhe Njëherë Erioni prezanton panelin fantastik. Mimoza Kalaja Moçka, një mik e dashur e studios ton. Ajo është edhe profesioniste në këtë fushë, përveç të tjerave. Faleminderit që jeni kthyer sërish në Bardazi. Pas një kohë shumë të gjatë, Edmond Stojku, ai, një nga figurat kryesore të ish Bardazis ton, tani do kthehet përsëri fuqishëm, se tani si duket ja pi ulëngu parlamentit edhe nuk I pëlqejnë më këto gjëra, tani është kthyer profesionit dhe gjërave që kanë të pesh. Faleminderit që jeni me ne. faleminderit juve. Najtësi. E kuptoj që s'ka vlerë parlamenti. E kuptoj, po. Jani Marka, një pedagog shumë I dashur, një njeri shumë I thjeshtë, shumë serioz. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Një mik I dashur I studios ton rikthehet pas një mungese të vockël, por do ta rikuperojmë sepse ai bashkë me shokët e tij janë marrë shumë gjatë me këtë çështje. Dhe dy bjondet më potente, kush është e dyta? Elida Motro, një entry, një mik e dashur e studios Bardazi, vjen për herë të parë, por jo për herë të fundit. Ajo është bardaziste naturaliste, e nuk kemi nevojë t'ja shpjegojmë sepse ajo në natyrën e saj ka lindur ashtu siç ne e duam. Me këtë debat të shkëlqyer, me këtë panel të shkëlqyer, do bëjmë një debat edhe më të shkëlqyer. Ne shqiptarët kemi qenë gjithmonë të dedikuar ndaj prindërve tanë. Jemi kujdesur për ta, jemi kujdesur edhe për komshint, edhe për prindrit e komshinve. Kur hoqëm dorën nga prindrit, si u bëm kështu, më keq se europianët, se të paktën europianët kanë një përkujdesje, I çojnë diku që kujdesen njerëz të tjerë, por nuk I lën vetëm, domethënë të lësh vetëm një plak, siç ishte rasti I Korçës që është për ose 10 raste tjera. Stojku tha janë 15. Po, janë 15. Domethënë ne s'di kemi asgjë. Po, normalisht nëse lejohet ta marr fjalën, domethënë. Lejohet. Vërtet është realisht është fusha ime. Jam mjek në profesion, jam pedagog që jap mësim infermier vetarshëm dhe stomatolog dhe dentist vetarshëm. Ju flas për moshën e tretë, kam leksionet për këtë temë. Po lori leksionet më nisemi nga tradita, ne kemi në gjenes kujdesin për prindrit. Jam brenda fushës time, kampusit tim si profesional ashtu dhe universitar. Unë them që nëse ju kujtohet gjithës, këtu besë jemi në moshë, ka qenë shumë interesante. Ka qenë shumë interesante. Një e vërtet është ashtu, është mirë është për vete. Po, ka qenë shumë interesant dhe një fjali që thuesh në kohë të komunizmit, që njeriu për njeriu në kapitalizëm është ujkë. Dhe kjo ujqëri... Lëre, je duke e tjerë përgjigjen. Nuk e tjerë vërtet. Sinqerisht e them, njerëzit mbas vitit 90 u bën ashtu si shtetë. Pse nuk mendon që ishin përpara? Atëherë ne kemi pasi traditë, në fakt kretë normale. Tradita ishte që ishe detyruar të jetojë në një 1+1. Atëherë, ndoshta kushtet ekonomike detyronin procesin. Janë duke folë çfarë ishte, kur themi tradita, kur thua tradita, unë besoj tradita është në çdo vend të duan njerëzit dhe të duan me njëri tjetrin. Nëse vlerat në çdo shoqëri bjeren, gjë e parë që goditet janë ata që janë pafuqishëm, janë fëmijët. Absolutisht, stresat vulnerabël. Pse kush kanë më përpara ata që u goditën tani? Unë besoj që në vlerat, ne kemi pas vlerat dyzuara, mendoj unë, para 90-s kanë qenë dyzuara. Kemi qenë brenda, po të pyestin që ato, kush ka dashur aq shumë ti kishte vlerën gjithë jetën,
vjerin gjithë jetën. Asnjëri. Do me thënë kanë qenë të dyzuara. Po gjithsesi i kanë respektuar. Ka qenë norma kohës. Normë është nëse vlerat nuk janë në një familje. Mimoza që tani janë vrarë vlerat. Mimoza? Atëherë, unë jam një të prezantohem, jam infermiere në profesion dhe kam gati 40 vjetë që merrem me të smurët dhe kam shumë kohë tani të fundit që merrem vetëm me të moshuarit, jetoj 24 orë, në 24 orë sot me 25 të moshuar, pra jetoj me ata, po, në shtëpin, në qendrën që ne kemi hapur. Bravo. Dhe unë nuk mendoj, po, qendër private, që unë e hapa pas një kohë të gjatë infermiere në QSUT, mendova të shkoputem dhe të bëj këtë duke marrë si nismë nga... E ke nisur si biznes tëndin tani? Po tani, biznes e quajnë institucionet, unë nuk e quaj biznes, unë e quaj mision, sepse të rish 24 orë nuk është biznes, por është një mision. A merë pagesë në fund të muajit? Po sigurisht, sepse unë marë pagesë, pa tjetër. Po shiko, biznesi është ja 16 orë, po jo 24 orë të rishë në punë. Dhe unë po them që ri 24 orë aty, pa tjetër që duan shërbim 24 orë. Dhe unë më vjen çudi kur dëgjoj që pleq të abandonuar, unë nuk mund t'i quaj të abandonuar, por unë i quaj të abandonuar nga shteti. Për arsye sepse po çfarë detyre ka shteti tani? Ja ta them unë shkollën e kam bërë andej. Do me thënë dhe sa po vi tani kam një javë që vi nga Danimarka, që vizitova 2 shtëpia të moshuarish, ku aty do me thënë ishte shteti përgjegjës për gjithë shka. Po mirë, ata kanë lek. Jo, ata s'kishin më lek, fare, kishin një pension, se prit radhën në Bardhazi. Shiko, është 50% taksë. Semi si shishe dhe qumë, si diku komunizëm. Të lutem, 50% po tani, shiko, mua mund të më marrin dhe 30 veta në ditë në telefon për të sistemuar të moshuarit prindrit e tyre. Atëre ka drejtor Nela që thot që kemi kaluar nga dashuria... 13. Po jo, një minut. Pa tjetër? Po ta mbaroj të lutem, sepse unë dua të nxjerr qëllimin, ata nuk janë të braktisur, madje janë shumë të survejuar nga fëmijët e tyre, por problemi është gjithke mundësia e pagesës. Është shumë e pamundur që ato të paguajnë, është shumë e pamundur dhe ne të bëjmë një punë. Po shkon dhe 1 milion ka shkuar tani, sepse po rriten për vit. Në muaj më çvit. Sepse po rriten tatimet, po rriten... Po sigurisht. Pagesat minimale... Më falë, shërbim 24 orë. Patjetër, po. Që kjo mosh ka nevojë për solidaritet dhe mendoj që në disa rrafshe, solidaritet në rrafshin familjar, solidaritet në rrafshin e një komuniteti, një lagje, një komshin. Po, këtu jam dakord. Dhe solidaritet në nivel institucioni, pra shteti social. Unë nuk mendoj që në tërësi të moshuarit janë braktisur, se nëse do ishin braktisur nga fëmijët, atëherë do kishte rënë qeveria Rama, se nuk jetohet me 100.000 lekë pension. Të mos harrojmë që në Shqipëri vinë në vit 1 miliard euro remitanca. Jo, fëmijët nuk i kanë braktisur i dashur. Jo, pse arrin në migracion. Ata janë vetëm. Ata mund t'jenë vetëm fizikisht, por kujdesi monetar vjen nga fëmijët, ka raste... Dakor, për do flasim, por një përqindje shumë e vogël. Por nuk është me përqindje e vogël që kemi gabim, kemi statistikë. Jo, përqindje e vogël që paguajnë. Kemi 64.000. Po jemi në debata. Kemi 64.000. Mua ma ndalove, se mbarova. Ndërpreva ju filluat pra. Okej, dakor. Pra, do me thënë, pa tjetër që këto rastet që u përmëndin, që janë abandonuar për muaj tërë, është një sinjal alarmi që nëse nuk merren masa, ka rrezik, unë them janë braktis. Dakor, por jo si thua për masa të mëdha. Është emergjencë sociale. Nëse nuk merren masa sot, kjo do kthehet në fenomen. Do kthehet në fenomen. Në 2025 që ja ta them unë, të pleqjve pensionistë të cilët jetojnë vetëm. Ne kemi 64.000 mbi 60 vjeç që jetojnë vetëm, të deklaruar, dhe 60% e këtyre 64.000 janë mbi 65 vjeç që jetojnë vetëm. Kjo është emergjencë sociale. Kjo është tmerr. Domethënë, nëse ne nuk arrim ta kuptojmë, po spam shifrat dhe statistikat, kujdesi publik për moshën e tretë nuk ka më tepër privat shtetëror më tepër se 1.000 shtetër. 332 shtetër ka gjithë shteti shqiptar. Kush kujdeset për këta 65 vjeçar? Janë vetëm 6 shtëpi pleq në të gjithë Shqipërinë. Kush kujdeset konkretisht për këta 65 vjeçar? Për askush. Vetëm vetja. Shkova ty, të një rast konkret. Kisha një person. Jo, nuk është vërtet që nuk kujdeset. Sepse është shërbimi në banesë, mbase doktor do mund të home care. Jo, është shërbimi në banesë, është shërbimi në banesë, janë infermierët
ambulancave, të qendrave shëndetësore. Po ngrenë telefonin. Po, dale pra aty, apo unë prandej po të them që nuk funksionon. Sepse janë infermieret, janë mjeket e familjes, janë punonjëse sociale që janë gjithë ditën në falin në për kafe. Asgjë nuk bëjnë. A i ka nevoj për një muhabet. A i ka nevoj për një gjenë. A i ka nevoj të lutem. Ma të të mbaroj. Ore, unë vi nga praktika, nuk vi nga teoria dhe nga leksionet, po vi nga teori, nga praktika. Kërkoni të venë shërbim në familje një sekundë. Jo, nuk bëjt fjallë për 60 vjetë. Unë kam një 54 vjetë aty për paraplegjike. Unë s'kam për të vajtë në njërë 65 o gocë. Kuj kam unë atë luks? Ti kupton që si e tonë do të vesh 65 unë jam shumë dakord me zonën. Problemi është që këta 60 vjeçari jetojnë vetëm. Në lagjin që jetoj kam shkuar 2 herë te njësia administrative për ankesa. Një herë ka qenë për rrugën, po s'ka lidhje me temën. Një herë kam shkuar se një person aty në lagje e bura re që jetonte shumë keq. Dhe shkova si qytetar, se nuk zgjidhin gjërat individualisht. Dhe shkoj t'i them punojësve social tek njësia administrative. Dhe më morën telefon pas një dite, që në distancë ajrore 100 metra larg nga njësia. Nuk e lokalizuam dot, nuk kisha dhënë koordinatët, është kjo shtëpi. A nuk e gjenin dot ku ishte? Nuk e gjeti dot, ë? Po s'ke vajte patronazhisti dur, ke vajte në një gabore, do të vetë ai. Do të them që Lasim pak me shifra se me ngjarje personale është kohë. Jo me shifra ti do flasësh më se ti na terrorizove. Jo prit, 1.6 deri 1.8%. E këtyre personave që jetojnë vetëm marrin shërbim publik, kujdes publik. Ekziston në bashki kjo? Ore 1.6 deri 1.8%. Ore zotri, të lutem, se nuk shqetësohesh ti që ne kemi azile dhe nuk funksionojnë azile. 6 shtëpi pleqke, 332 persona janë. Falë, po nga nga tjetër. A i kemi azile të dashur? Një djeni ti që në Shqipëri ka azile? Pa tjetër. Se nuk funksionojnë azile të atere? Unë besoj. Azile private. Jo, janë shtetërore. Për shifra. Janë 60.000 që jetojnë vetëm. Ndërkohë, po të hedhim syrin nga nga tjetër, nga kjo mosh 65 dhe 74, si pas Instatit 2024, janë 36.000. Jo, janë 120.000. Që jetojnë vetëm. Jo, të kësaj moshe që punojnë. 15% zyrtarisht. Tjetër punë. Një sekund, të lutem. Këtu ngatrohen. Jo, nuk ngatrohen. Unë them këtë, ai mund të punoj, po në shtëpi jeton vetëm. Vetëm, ai është një person. Po ne do flasim për personat aktiv këtu. Ne do flasim për personat aktiv. Edhe unë thashë, ne duhet ta përcaktojmë. Nëse flasim për pensionistët aktiv, ne jemi duke folur për një term që është në gjithë botën, që po diskutohet gjithandej, që punësimi gri është gjithandej. Moza, përse lind nevoja e azilit privat, kur ne kemi shërbimi shtetëror të azilit, pse? Jo, shërbimi shtetëror nuk i përballon dot. Pse nuk i përballon? Po 5 janë gjithsej nga 100, ja 10. Po me sa duhet të hapësh? Më 6. Po sigur të kemi edhe 10. Nga 100 shtretër që kanë. Kriteret për atje janë që duhet të jenë absolutisht, duhet të jenë pa fëmijë, duhet të kenë një fatkeqësi të jashtëzakonshme. Atje nuk futesh dot. Po ka kritere shumë të forta për të pranuar atje. Njerëzit që janë, shiko, ka sa përvoja shumë të mira në Sarandë. Në Sarandë është një qendër ditore, që është për gjithë të braktisur, se po flalonët për njënë, nuk mund të, unë si quajtë braktisur, sepse... Jo, po flasim për azilet shtetërore, mos e ngatrojmë. Është shtetëror, me ka bashkia, po është qendër ditore, që do të thotë, a i moshuari, dhe unë s'do t'a quaj plak, a i shkon, luajnë kënaqen, ka një shoqërizim, ore bie në dashurin, do t'a dish lidhen, në do t'a dish me qëra lafi, sepse kjo është pjesë e jetës. Po shumë mirë, dhe se cilin për nëse ne duam që këta njerë, ky brez, unë mendimi im është të trajtojmë me shumë respekt. Fjalla plak nuk duhet thënë, para, një sekundë. Ja, një sekundë. Për mua, respekti është të jepet mundësia, me liqë, të kenë mundësi. Të kenë mundësi të... Unë jani do vemi të merë me unë i shikoj më të parespektuarit këtë mosh. Unë besoj që kjo mund tjetë në gjithë botë, nuk është këtu me dojë. Absolutisht nuk është në gjithë botë. Si nga mbi 10 vënde në botë, i kam vizituar dhe i kam studiuar dhe kam jetuar, kam ngrënë me ata. Si ndodh në botë, si ndodh? Ja, një sekundë, si ndodh në botë? Ja, po flasim vëndet e zhvilluara njerë që atë me shteti e kanë papages. Pa tjetër, dhe janë në pritje. Nuk është e vërtet. Unë vi nga Gjermania, jam e sigur. Po unë nga Gjermania kam projektin që duan të sjellin këtu 100 banor dhe më thonë ne të falenderojmë. Nëse ne sjellim 100 të nga Austria, nga Anglia, nga gjithë vetëm të gjejmë forcën shteti nuk ka mundësi të mbaj këtë po them. Jo, po tani nuk është puna, nuk të lëm. Nëse ajo thotë që shteti aty kujdeset,
Dhe ti thua shteti nuk kujdeset? Jo, nuk kujdeset shteti, duke filluar që nga paga minimale që ka 100.000 lek, maksimumi 200.000 lek është e pa mundur të kujdeset. Jo, atje funksionon teoria e siguracionit dhe dashur. Sepse atje janë siguracionet, po që e marin për sipër dhe i marin pensionin, i marin edhe shtëpin, i marin edhe kanë siguracionin. Këtu nuk ka asnjë lloj do me thënë ndihme nga shteti, për kundrazi, unë tatimet i kam shumë të larta, unë kam ujë dhe drita 3 fish sikur të jem një biznes, ndërkohë që këto duhet punën që të ulet çmimi. Për biznesin tuaj dhe tatimet e ore, ne po flasim për t'i streuar njerëzit që janë... Po shteti këtë duhet bëj. Çfarë duhet bëj? Këtë shteti duhet bëj, të heqi tatimet, si që ka si bota. Po duhet i heqi tatimet, more fare. Duhet më heqi ujin 2 fish dhe drita ditë. Nëse jeni projekt, nëse jeni biznes, që do të ndihmoj ty dhe jo biznesin tim. Po që thoni juve, po çfarë thot bota? Duhet që për çdo bashki ketë varësi popullsi. Dhe se ne po pretendojmë të shkojmë në Europë, nuk është kjo politikë. Si logjike ka të saktë ajo, nga momenti që je biznes. Jo, nuk është. Nga momenti që je biznes social, Ornela, të lutem. Është biznes social. Duhet të trajtohet si biznes. Individ të cilët kanë mundësi të paguajnë atë 1 milion lekë në muaj, janë aq pak sa që me gjithë, prandaj po them, 332 janë shtëpitë publike të kujdesit të moshës tretë, 700 të tjerë janë që paguajnë. Përderisa unë nuk kam mundësi të paguaj një infermiere tjetër të rritë ajo të tonë, nuk më del. Po, e vërtet. A i kuptëm shifra që këtu janë 500.000 pensionistë, 500.000 nga 700.000 gjithsej që marrin pension në nivelin e minimumit jetik, nëse do të thonim 200.000 lekë. Këta janë pensionistë elitarë që kanë mundësi të paguaj 1 milion lekë. Jo, janë fëmijët, jo pensionistë elitarë. Jo. Unë i kam me pensionin 100.000 lekë, po janë fëmijët që paguaj. Dakor, po bashkë po i konsiderojnë. Po dhe njerë, këta 500.000 tjerë, marrin pensionin. Jo, ka i shumë, Ornela, mund të pensionin 120.000 lekë, nuk kanë asimur që vinte nga zili juaj privat. Atëherë duhet që shteti, këto institucione, përse duhet rrisë pensionet një në mënyrë thelpsore. Jo, dhe ti ndihmoj, se ka buxhet. Jani, si ka mundësi që nuk protestojnë këta pensionistët? Jo, pensionistët ka një vit që protestojnë, edhe me ndihmën e lëvizjes bashk. Do thonë, jo, është interesant që në 30 ca vite asnjëherë nuk kishin protestuar pensionistët më përpara. Çka do thotë tani që të dalin pensionistët në protestë, siç ndodhi vjet 8 protesta radhasi, edhe javën e shkuar ditën e njëjtë protestuam sërish tek parlamenti dhe me gjatë do t'i vijojmë protestat për pensionistët, pra është një indikator që tregon gjendjen që sa po vjen dhe po degradon në raport me pensionistët. Ata kanë bërë partinë e tyre, në Suedi janë mosha e tretë ka bërë partinë e tyre. Dhe këtu kemi një parti. Dhe kanë bërë... Kemi një... Jam duke folë parti që mbështet dhe vetëm përfaqëson këtë moshë. Ati janë vetëm shtetërore, unë kam jetuar 6 muaj në Suedi, kam vizituar mirë, kam një projekt super të pasur, ne jemi në shtetet më falë thjesht një vend super social. Për çfarë po kërkojmë? Atje sa del fëmia që 18-19 vjeç fillon punojnë, 50% jep shtetit. Po prandaj po them që janë të braktisur nga shteti. Po prandaj po them, janë të braktisur nga shteti. Një sekond, Ornela ta bëri pyetje në fillim dhe tha, janë të braktisur nga shteti, po janë të braktisur dhe nga fëmijët. Edhe nga shoqëria. Po shoqëria po njerëz që se kanë ashtu fare se unë gjatë gjithë historisë vetëm 2-3 herë kam parë këta që protestojnë për të moshuarit. Të tjerë nuk e kam parë. As ata vetëm kam parë. Pse janë braktisur nga fëmijët? Ai ka ikur 20 vjet. Ka ikur 20 vjet, ka krijuar jetën e tij, çfarë do bëj ai, do kthehet? Jo, ai të mos kthehet, po të mos harroj kush ja bëri kokën. Po kush e ka që kanë harruar? Se justifikim është ky. Po jam të kisha një rast që ishte në burg. Po mirë, po unë kam shokun tim të ngushtë që i ndeti mamas aty pinc mëngjes drektar duke e larë duke shplar. As para s'kishte as punë as gjë. Si ka mundësi që ky e bënte këta të tjerë të ikër kanë se pas kanë jep. Po prindi nuk është jetë. Në Gjermani që po flasin, fotozonja. Në Gjermani me detyrim, nëse dikush është nën minimumin që nuk ka të mbaj veten, çdo fëmijë kudo që jetë, i merren lekët nga banka. Për prindin. Ju e dini, bravo, se erdhe ke pyetja ime, bravo. Pa diskutuar, këtë mund ta bëj shteti, po për çfarë ta bëj? Që ju e dini patjetër e dini. Nuk janë fëmijë, tash motra vllai. Qartë. Tani, ju e dini që pensionistët shqiptarë s'kan lekë për ilaçe? S'kan lekë për ilaçe. Ja, një Parkinson ke mua do 215.000 lekë për ilaçe, mo nuk ju dalin lekët për ilaçet, mo. 215.000 lekë. Qa do boja i, po nuk i dalë tani. Po të fëmijët që i mbështesin pensionistët sot, është e pamundur që ata të mbijetojnë ekonomikisht. Ata që i ka fëmijët kanë skemën, që skema ka ca ilaçe që janë ilaçe skandaloze. Përveç se duhet zgjeruar ajo lista e banave të rimbursueshme, duhet edhe cilësia. Ato ilaçe që jep skema e rimbursimit janë skandaloze. Shiko, mund të jetë kjo, mund të jetë një tjetër. Unë pata mamin, kam humur mamin para 3 muaj.
falësh. Edhe e humba dhe ishte falenderit. Dhe ishte shërbrimi paliativ që kanë ardhur ishin të mrekullueshëm. Po. Të jashtëzakonshëm. Dhe vërtet ato thoshin sigurisht që ne kemi bërë flet me radhë. Është i vetmi shërbim shembullor. Të jashtëzakonshëm. Në Tiranë. Po. Është për sëmurët terminal me kancer. Që janë të jashtëzakonshëm, dhe unë po them këtë gjë. Mënyra e qasjes së tyre, jo vetëm me ne, që ishte jashtëzakonshme njerëzore, po unë shikoja çfarë punonin dhe ku punonin sepse i ndiqja i të vinin dhe ishin të jashtëzakonshëm. Dhe ajo që dua të them është që ato e bëjnë këtë punë me shpirt, dhe është një gjë që unë mendoj shteti duhet të ndihmojë se ty dhe jam dakord me ty duar trokas në këtë rast. Problemi është ta bëj këtyre 60.000 të tjerëve. Ato një vjet, nëse ajo që unë besoj, më falni, nëse mund të them janë shumë pak për Tiranë. Shikojmë trendet botërore. Trendet botërore janë që forca aktive e punës, si tek ne, me brain drain ka ikur, right? Që të thrasim të vërtetën. Po ikin njerëz, doktor kanë nevojë. Ti thua ti marrin pleq, ti fusin në punë prapë. Nuk janë plequr burr. Po pleq janë se kanë punuar, kanë pension. Si do të thënë ai ka bërë punën, tani thot tani me që mbarove punën, do të bëj shpërblim, po prapë punë. Një sekondë, Erion, do të bëj një pyetje. A mendon ndonjëherë ti që do dalësh në pension? Dëgjoj Erion. Ore, unë të mos dua të dalë në pension, po fati mund të shkruar një gjë tjetër, ku di unë. Erion, nuk do dalësh dot, për nivelin që ti ke, ti nuk do dalësh dot. Do i themi një gjë bashkë Erionit të ri që pleq tanë punojnë më shumë tani se që kanë punuar për para. Po s'është e drejtë, Oriani është e drejtë. Brenda shtëpisë, pleq ka detyra më të rënda. Në vend që pleq të dilnin të bënin shëtitje, mua më dhëm shumë edhe ajo nëna ime që s'del fare, se kujdeset për gjithë punë të shtëpisë, dhe thotë si ti ku gjithë dita i them unë, miku duke bërë punë të shtëpisë, e kupton? Ne nuk shqetësohemi që prindrit tanë nuk dalin të bëjnë shëtitje se e thonë ja, u bë kjo europiane me qenë ose me mace. Ka shkak pasojë dhe zhvillimi me njëra tjetrën. Aq më tepër turizëm në përballë siç bëjnë gjithë pleqtë e Europës. Edhe fëmijët, jo, nëse bëjnë ato janë për dalë. Atëherë çka mentaliteti kanë? Shiko, unë nuk në fakt unë nuk po i referohem fare kësaj lloj kategorie që janë autonom. Mua më vinë në gjendje të raskapitur. Ku s'ka më që t'i bëj familja, ku s'ka që t'i bëj më spitali, edhe vinë në gjendje shumë të rënë, një post AVC, një kom diabetike, një demence agjituar që të kafshon dhe qas të bën, dhe kur të them me sinqeritet, nuk ka çfarë t'i bëj më as fëmia. Se ai të do 24 orë aty. Po ata duan asistencë profesionale. Dhe ato të rajderit vinë bëjnë një asistencë, nuk e lajnë, nuk e shplajnë. Ati a ishtë bebelinën tani a i ta fluturon në cedë. Ata duan familjarët. Unë e them nga rasti konkret. Ata donin. Po e duan shërbimi 24 orë. Ti do punosh, Ornela. Po ti do punosh. Ne duhet ndjemi fëmijë me fat, se kam shumë shoqet mia, të cilat ju bëjnë shërbim prindërve të tyre dhe kanë braktisur jetën, punën. Shiko, është normale, më falë, është normale. Dëgjojnë çiklidën, në një vit dhe 6 muaj, unë vura çdo gjë on hold. Unë, motrat e mia, vllai, pa diskutim. Dhe nuk po diskutua fare dhe isha e bekuar ta bëja. Sepse mendoja sa privilegj ishte. Po jam ka ikur ajo vetëm e dashur. Ky duhet, shiko, duhet kjo. Ky preokupim. Në qoftë se ne nuk flasim për këtë gjë, e di ku ka ikur, unë mendoj. E para janë dy gjëra për mendimin tim. E para një respekt me dinjitet për moshën mbi 65. Është gabim të themi që ata kanë marrë fund. E kuptoni që në 1800 ishte 30 vjet. Asnjë sot që ka marrë fund. Jo, po që në momentin. Jo, po se thot njëri që ka marrë fund. Ne themi që ka mbaruar ciklin e punës. Se ka që një fligj. Erion, kur ti vë titullin atje që do shes klikime, po. E ç'të do them pastaj? Kur vë titullin e thua pleqte, si e thash? Jo, atë e thash. S'është klikimaj. Ajo është mënyra se si po trajtojnë në Shqipëri të braktisur nga kataranë. To e duket tani. Të braktisur unë jam muaj pa parë që është monstruoze. Po çfarë thuar? Mirë, hajde fëmijët nuk janë. Që ty të vjen keq. Po kjo ambulanca çfarë bën? Më fal. Unë nuk do ta kërkoj atje, do të thoshë, o njerëz, do të kthejmë syt nga familja. Po ka familja. Moj po unë 50% i kam pa fëmijë zemra ime. I kam pa fëmijë. Janë pasaj që duhet patjetër shoqëria të bëjë. Po pra i kam pa fëmijë. Kush do të bëj shërbimin aty? Fëmijët, një sekondë mos e bën dallim. Janë jashtë apo nuk janë fare? Jo, janë të pamartuar. Janë të pamartuar. Kush do t'i bëj shërbim atyre? Motrat mblidhin levin të gjithë një 5 lekë. Mos mbrini në moshën e pleqërisë në këto deregje, do ketë azil t'ju bëj dermane. Që nuk do ketë pleqëri në njërë për breza që nuk do ketë Erion. Ska pleqëri. Nuk do ketë mundësi të ketë pleqëri. Ti do ishet pensioni fare, do ketë me këtë protestojani. Unë besoj që ka ligje që janë gabuar për këtë gjënë, sepse nga 120.000 që thash, që punojnë, vetëm 1 në 4 prej tyre janë që i kanë deklaruar punën. Pse? Sepse në moment që ti vetë atje, vetë ligjën të bën që të jesh
i super tatuar, i double tatuar, i triple tatuar. Dhe kjo bën që do futet një informalitet dhe në prandaj këtë do të moshë. luftoj politikisht. Jo, informaliteti është fenomen dhe ata që janë në moshë pune, jo më këta që janë, nuk është kjo arsye për tatimi. Meqense jemi në Ka informalitet jashtëzakonshëm në punësim në Shqipëri. Keni drejt, po për këtë është goditse, sepse nëse dikush punon nga 65 ne po flasim për shtetin që nuk Imagjino që mosha dhe kujtojmë diçka për dinjitetin me që po flasim. Që mosha e gjatësia në Shqipëri është 70 vjeç më gaboj. Domethënë po të vazhdojnë të punojnë, mbetet shumë pak jetë, gjithë jeta punë. Edhe në rrugë, edhe në autobus. Njëri një kohë, po typte i moshuar në autobus, çoheshin gjithë në këmbë. Sot askush se lëviz. Hynë në shtëpi, po themi, hynë në shtëpi. Hynë në shtëpi dhe i gjenë shtrien dhe më keq kur ti hynë brenda. Kam një pyetje për Mimozën, të lutem. Mimoza, ç'a ndodh aty kur një i pamundur vjen në qendrën tënde? Si e përjeton ai vetë njëherë? Sepse edhe kjo është një situatë shumë traumatike. Absolutisht që është e rëndë. Po, shumë e rëndë. Dhe ata janë shumë të lidhur me pronën e tyre, me pasurinë e tyre, sa do të vogël ta kenë. Dhe ato mendjen e kanë vetëm tek prona e tyre, tek rroba, tek paraja. Dhe po ti dëgjosh ti përmendin ku i kam lekët, dua çantën, ku e kam shtëpinë, ku është kjo, pse është kjo dhoma kështu, nuk e kam dhomën të tillë. Domethënë edhe ata dhe ne përjetojmë një gjë shumë të madhe, shumë të sikletshme. Nuk është e lehtë, por nga ana tjetër e kompensojmë se duke qenë në grup ata argëtojnë shumë me njëri tjetrin dhe hutohen në një farë mënyre. Për shembull ne kemi pasur njërin rastin më të fundit që më ka ardhur në moshën 70 vjeç, shumë autonome, po me një demencë shumë të avancuar që nuk e njifte as fëmijët. Dhe kur erdhi aty ajo mua më ikte kështu me sekonda nga sytë që neve u shqetësuam jashtë maste dhe shumë agresive. Ajo mbas një muaj, se kaloi një muaj, sot është kaq e qetë dhe në momentin që të gjithë shkojnë për të fjetur dhe kjo mund të mbetet ndonjëherë e fundit, ajo më njëherë kthehet në origjinë, bëhet agresive, sepse do njeriu. Pra edhe qëndrimi vetëm në përshpia. Ama që ti të kesh lehtësi. Edhe të jetë kjo që thotë kolegja, duhet një organizim, duhet një... Gjithë organizimi është. Edhe në përshpia dhe... Duhet adresohet si që ligjor, absolutisht po. Shteti social. Keni kërkuar ndonjëherë këtë gjë, se pensionistët janë të pamundur ta kërkojnë. Mos kërkoni protesta nga pensionistët. Nuk kanë mosh ata kanë bërë punën. Jo vetëm po janë brez i vuajtur dhe nuk e mendojnë që kanë të drejta, nuk e mendojnë. Kjo nisma bashkë, edhe i mendojnë shumë, po nuk kanë fuqi. Ç'a keni bërë dhe ç'a mendoni të bëni për këta pensionista? Ne po shkëvet drejt kësaj moshe dhe mjerët ne po ta them. Të t'japun adresën. Jo po ta them sinqerisht, mjerët ne. Sepse në fund fare ne porisim një brez i cili realisht nuk ka respekt për moshën e cila ka dhënë gjithë kontributet që e ka ndërtuar Shqipërinë deri më sot. Ne jemi brezi i fundit që i respektojmë përfundimisht moshën e parë. Miratohet ai ligji i famshëm i minimumit të etik. Me që pyetët çfarë kemi bërë, ne kemi çuar për ligjin 3 vjet mbeti në parlament. Çfarë parashikon ai për ligjin atë lutem? E kthyen mbrapsht për ligjin, do ta çojmë prapë tani, nuk çfarë parashikon ai? Vendosja e standardit minimumit etik do të thotë që ai që quhet pension social. Që e përfiton një pensionist në 70 vjeç sot që ne propozojmë të bëhet 65 vjeç, është që të marrë një pension që t'i plotësoj nevojat të paktën nga ato nevojat minimale. Sot merr 400 milionë. Pse nuk e kemi futur si kulturë ne? Pensionin privat. Sepse tani pensioni privat është për jo për mua, sa dhe unë jam po është për ata që do vinë nga pas, tani ne po flasim... Unë kam filluar të mendoj, Erioni gjithashtu... Kjo është tem tjetër. Tani ato flasim... Se këtu në sjell dhe kjo. Kjo është për 30 vjet e ardhshme. Po flasim për mua, tani po flasim për këta 700.000 që janë. Po duket vetja shumë treti, si ikën mosha. Është tem tjetër, po them, aktualisht. Por çfarë do bëjmë për këta që janë sot? Unë do mendoj, më është tjetër gjë kjo. Por mendo vetë se shteti... Edhe njëherë, shteti nuk heqim dorë nga shteti social. Këtu do ngulim këmbë. Ne jemi Lëvizja Bashkë, Partia Maj, Socialdemokrate dhe shteti social është themel të këtij modeli. Ju thoni tani mendoni vetëm privatisht. Po pse kërkon shteti social? Partia Socialiste është fuqi. Jo, nuk është hiç Partia Socialiste. Ajo do ta bëj shteti social. Nuk është fare Partia Socialiste. Okej. Partia oligarkëve, e miliarderëve, vjedhin me miliona euro, me miliarda euro vjedhin nga buxheti i shtetit dhe prandaj nuk ka para. Nuk na duhet sociale. Jo, pa shteti është para. Po le të rinë punojnë sociale. Shteti ka përgjegjësinë vetë. Ku janë punojësit
social. Ku janë punonjësit social sot? Ku janë? Janë gjithë ditën në për kafe në për zyra. Kur unë kam qenë kryeinfermiere përgjithshme në Qësuto, kemi pas 200 psikologë dhe punonjës social. Asnjë nuk e bënte punën. Ata duhet jenë në terren. Ata duhet jenë, ishin me diplom punonjës social. Ata duhet jenë në terren, tek pacienti, tek infermierja që vuan, tek një infermieri që s'po i zgjidh dot një problem. Ati në shtëpi dhe në lagje, ta mbaroj pak, në shtëpi dhe në lagje. Le ta kthejnë patronazhizëm këto mire ke. Po mi le ta kthej. Le të shkoj dhe ta kontrolloj. Se dhe një fëmijë kur ikën jashtetit, i thot mjekës familjes unë do largohem, të lutem ma ki kujdes. Sikur një telefon t'i bëj atit banorit. Një telefon t'i bëj. Jo, ta mbaroj dhe s'ka detyrim mjekja të shkoj patjetër. Ka infermieren, ka psikologen, ka punonjësi social që rrin gjithë ditën në për kafe dhe nuk shkoj në terren. Dhe mua dhe bota e ka kështu. Punonjësit sociale në terren identifikojnë të gjitha problemet që ka, që nga autonomia fizike dhe mendore. Dhe kur më vjen mua qoftë një azil privat apo shtetëror, mua më vjen i identifikuar, mua më vjen një enigme madhe, që unë nuk di se çfarë si ta ndërtoj kujdesin tim. Sepse dhe në shkollë ku është doktor Mondi, nuk i mësojnë kujdes. I mësojnë vetëm teori, dhe nuk merren. Jo, ta mbaroj se jam shumë e lodhur, kam 40 vjet që unë luftoj për këto pedagogët që e kanë zaptuar mjekët dhe shkojnë bëjnë leksione infermierie, bëjnë leksione për kujdestare. Ajo duhet të di si ta lëvizi, si ta mbështesi, si ta kapi. Jo mjeku tani, dhe po të shikosh, unë sot vi nga një trajnim në Kavaj, dhe të gjithë infermieret aty nuk dinin çdo me thënë fjala kujdes. Dhe më thonin mua anamneza mjekësore. Hiqe këtë, nuk është fjalori jot. Thuaj bilanci i kujdesit infermier. Pra fillon që ke shkolla problemi. Jam me ty tamam, faleminderit. Unë jam pedagoge, po pedagoge me diplom ndërkombëtare, po këtu nuk pa ka hapur pedagog. Atëherë jemi pedagog të gjithë. Sa nga ne, me ata që punojmë, ju kemi vënë një kaos sociale dhe të themi që ne duhet të paktën 4 orë në muaj të vinë të ndihmojnë tek qendra jote. Unë i thash 2 orë, gjithse i bëra një nismë shumë të bukur, dhe i thash kush do të vi 2 orë vetëm, le ta vazhdoj të bëj një gjë çfarë di ai, dhe mos të na paragjykoj, të na thoni rrafin i bëjmë, po të vi ta shikoj vetë jetën aty se si funksionon. As kërkush nuk është ofruar. Ai që dua të them është, ne kemi në dorë vetë të sillim vlerat prap. Që do të thotë, me hir dhe me pa hir. Për te shtetit. Lerën e shtetit. Lerën i politikat, ama se unë s'ka marrë një lekë nga shtetit dhe s'dua t'i bëj lavde askujt. Ama jemi duke folur kështu. Ne kemi mundësinë të sillim vlerat, pra vlerat janë këto. Ky brez që ne kërkojmë shumë nga ata, dhe millenniums, edhe Gen Z-a. Ore su thot një ri një gjë të tillë, në shtëpinë e tyre futet babai, nuk i thot çoqe u ngrita. Del vajza me veshur pa veshur dhe babai si thot ku po vete. Më fal, ku vete, ku s'vete, nuk i kemi. Këta janë një brez. Për mendimin tim janë një brez që ne nuk po edukojmë si duhet. Po ndryshojmë vlerat. Për mendimin tim. Një sekond, ja ta mbaroj dhe nuk flas më se do pi pastaj këtë ujin e bukur që se kam thënë asnjëherë, po do ta them, se do ta plas. E gjithë gjëja për mendimin, uji që shumë e mirë. Ajo që uji tonik. Ç'të të them sa e mirë është. Okej. Desha të thoshja që ne kemi për detyrë, ne jemi këtu, ne kemi për detyrë ta përçojmë që këto vlera janë të jashtëzakonshme. Çdo të thotë kjo. Në shkollat tona ku ne jemi, nëse ne ju japim studentëve një kaos sociale, unë nuk të vë dietën ty, siç e ka gjithë bota. Nuk të vë dietën. Nëse ne nuk vemi dhe tek të vim tek ty dhe unë të premtoj që do vi tek ty. Të premtoj që do vi. Nuk, unë s'para e them kot, e them në mënyrë ka të mira bardhazia këto gjizje. Dhe vina aty apo jo, nuk e prek dot me dorë. Nuk i keni edukuar studentët. Nuk është e thënë ta prekin. Aty do të vinë studentët dhe mund të ndihmojnë me marketing, periudhë geriatrin. Të ngrënë fonde për ju. Mund të jetë që të fusin nëpër projekte. Jo, e kanë fondin. Ne kemi fondin nga ministria, po sa vjen. Do të them tash se dole këtë tema ime. Ne kemi fonde, po sa presidenti Albanian Life Quality Union, shoqat e ndërtuar në vitin 2010 në datë 1 shkurt. Dhe ditë të them, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, ne bëm Big Brotherin shqiptar 22-33 të azilje e pleqve Alidem. Në atë periudhë kishim rreth 333 që bënim kalendarin vjetor, nga ditë e tokës, ditë e ujit, ditë e pleqve, ditë e sidës, i kemi gjitha me filmime, me revista, me gjitha. Ngritëm një establishment rinor, që meresh me jetimët, me moshën e tretë, me rinin, me gjitha, me gjitha. Dhe kishim 22, jo përvoj, kishim 22 data vjetore. Parimisht, kemi qene vetëmja
organizat jo qeveritare. Që ne kemi bërë namin pas një lek të marrë nga shteti. Pas një financatere. Kur ta them, prit. Kur them namin, ishte e gjitha vullnetarizëm. Ishte i gjithi vullnetarizëm. Jam lutur atere. Se komunizëm jemi tani. Se me vullnetarizëm do shpëtohen pensionistët. Po jo, zoti Stojku, është komplet qasje e gabuar. Jo, e ke shumë gabim. Atere, nëse ne konkuronim, nëse ne konkuronim ta më shëtësoja për të marrë fonde, 20 shoqata, vetëm të bëjnë live quality union që jep të shërbime komunitare, nuk merte... Do i vjedhin si që kanë vjedhur. Pra, këtë më thuaj, prandaj po them, jepeshin nga $1 milion u jepeshin shoqatave, që nuk bënin asgjë. O zoti Stojku, se ke qenë në parlament, se nuk e thua troç, nuk i duan pensionistët më, nuk kanë për çfarë duan. Ne nuk duam askënd, me se pensionistët i kemi bërë. Duhen më pensionistët, janë barë për shoqërinë. Unë po ta them, ne jemi kthyer në mesjet, mos them në primitivitet, kur ka ngel t'i marrin pensionistët t'i hedhim nga shkëmbi. Nëse na dëgjon njëri ish deputet aty. Të shit, dëgjom ç'po të them sepse edhe nga që thutoja, të vi një pensionist që me zi ecën dhe të mbaj radha të tëra në që thuto për të marrë një firmë është e të mërshme. Jemi në vëndqe. Një mesazh vëndqe. Unë... Do t'a lënë në fund, Moza. Po, mendoje. Dy gjëra. Mesazhi vëndqe. E para, kushdo që na dëgjon, dhe që janë moshetret, na falni, nuk po themi që jeni barë, jeni shumë të dashur, jeni ju që keni sjell, keni ndërtuar, dhe thirrja ime është, për shkak të biznesit që unë kam, ekspertiza e tyre është e jashtëzakonshme sot. Kthejuni tregut punës, sepse aty do të kthehen lidhjet, do keni një qëllim për jetën, patjetër do keni ca mundësira që krijohen dhe qoftë puna nga halli, qoftë nga malli, është fake it till you make it, po do dalësh në mëngjes, po do kërkosh, po do marrësh, më mbrapa do të jenë një grup që do kërkojnë. Absolut, kjo është e para. E dyta i drejtohem patjetër atyre që unë flas brezit rinë. Ne kemi për detyrë të kthehemi nga veta dhe të themi, "Ore çfarë po ju mësojmë gabim këtyre njerëzve? Po ju japim gjithë gjërat që ju takojnë edhe asin detyrim ndaj shoqërisë." Po edhe këta një prit dhe mbesa, dhe një mesazh për këta, që janë lodhur duart këtyre gjyshërve duke i mbajtur dhe nuk duan t'ia dinë hiç. Tani, ky është problem strukturor, shumë i madh, krizë e madhe, dhe gjitha problemet strukturore zgjidhen politikisht. Në këtë kuptim, gjithë pensionistët sot, apo dhe ne që do jemi pensionistë të ardhshëm, duhet të ushtrojmë presionin maksimal ndaj çdo lloji qeverie që të mbajë në këmbë shtetin social, ta fuqizojë atë, dhe kjo është e vetmja mënyrë që ne nesër të jetojmë, dhe pensionistët sot dhe neve nesër të jetojmë me dinjitet. Stojku? Atëherë, për mu, baza i shoqërisë është familje. Familja formohet nga individët. Individët, patjetër që kanë komunikim dhe koordinim brenda tyre, që familja të procedoj dhe të krijoj aksesin komunitar. Në momentin që ne flasim, baza kësaj shoqërie ka kriju element krejt të dhunshëm komunikimi. Rinia jonë është mësuar që të mos punoj, të konsideroj të zot atë që merret me punët e pista, të quaj të denjë atë që vishet më mirë dhe ka makinë e fundit. Dhe mesazhi vëndçe? Dhe mesazhi vëndçe është, ju dhifsha racën o rini që nuk kuptoni se jemi ne që ju kemi sjellë deri këtu. Dhe keq më vjen, e kam thënë dhe vazhdet ta them. Jemi pres, nuk po flas për familjen time, flas për të gjithë. Sepse jetia i baba që ja ke vlerat makinën, jetia i baba që e ke mësuar kaq keq, jeti, jo se jeti në këtë rast, po drejtohem. Do ta mbaj dhe unë këtë peshë dhe realisht kërkoj falje, po ditë them, lumë ata që na kanë dhe ne, mjert ne që këdo kemi nga pas. Bravo, kjo ishte super vëndçe. Mesazhi im është të ngrihen struktura të posaçme për menaxhimin e gjithë këtyre problemeve sociale, sidomos tek moshuarit, por jo vetëm. Kush do t'i ngrejë? Jo, duhen ngritur sepse vetë të ngritura ishën dhe joqën. Ka nequr sektorin e kujdesit infermier në ministri. Po nuk mund të bëhet kjo punë pa ekspertizë. Nuk mund ta bëjnë këtë, nuk mund të ndërmarrin politika vetëm doktorët, po duhet të jenë dhe infermierët. Po janë doktor Mondi dhe ju jeni një që na i kam shkruajtur ministrit, nuk kam marrë asnjë përgjigje. Kam shku dhe në ministri dhe kam folë pse nuk ka struktura. Do ta çoj janë. Ke diella. Po nuk i kam shkruar. Se ka ngelur 86 herë shtatzan tani. Do bëhet dhe ajo gjyshe. Nuk ka. Edhe diella do dali gjyshe shumë shpejt. Unë e kam tek strukturat, por aman dhe tek shkollat. Le të edukohen infermierët jo me teorira të ngarkuara, por në radhë të parë me etik, në radhë të parë me dhinshuri, në radhë të parë
rast të parë me atë edukatën e punës, se sot mua 80% e infermierëve në trajnim më thanë, unë ta prek me dorë ta laj s'është puna ime. Ndërkohë ai duhet ta mësoj që në shkollë këtë. Që në shkollë duhet ta mësoj siç e kemi mësuar ne dikur infermierët e vjetra. Po tani këto po mbarojnë për make-up artiste apo infermiere. Shkoni nëpër spitale, nuk preket i smuri me dorë, nuk preket i smuri me dorë për nga higjiena. Dhe këtë e them me kompetencën më të madhe. Make-up artist parimisht se atje në Gjermani shkojnë edhe i lajnë të gjithë leveret atyre pensionistëve. Po normal, po është i trajtuar mirë. Është shumë i vlerësuar atje, Ornela, ai ke shumë gabim. Është shumë i vlerësuar dhe nuk e trajton doktori ato tije në urdhrat e mia. Se mua sot më qanin me pikë të lotit infermierët kur më thonin, ne shkojmë marrim një të smur për intubim pa prezencën e mjekut në urgjencë. Si çdo me thënë kjo. E kuptoj. Do me thënë ti ke të bësh me një të smur të ndoshta edhe një plak apo një i moshuar që duhet shkojë në spital dhe ti je pa mjekun fare. Dhe mjeku me shumë arrogancë as dhe njën ti thot çfarë ti bëj të smurit. Po kjo rëndon shumë në kujdesin. Dhe këta mjekë duhet heqin dorë përfundimisht nga të dhënit mësim të infermierëve. Po, ai t'japi dorëshën. Asnjëherë s'kan për ta dhënë. Asnjëherë s'kan për ta dhënë. Rovis të falenderoj. Jo, po në kurrikulën universitare duhet kesh sa grada për të marrë në dorë këtë procesin. Ka rëzojnë nga ato sisteme që të moqër. Sistemin e grada. Diplom ndërkombëtare. Mani ato titull derisa jo pension dilni, po e linja dhe trashëgim tjere tjere. E kam bërë Ishte shumë mirë emisioni deri tani. Edhe ato titujt i lini dhe trashëgim do më thëmë. Ai do kapi dorën fort, puthe një qik për shëndete. Moza, e kuptoj që të qanë zëmbra, sikurse të gjithë kolegëve dhe neve e ketë hapur gjithmonë për këto lëshqetësime. Që bëmë emisionin. Tani, ne i kuptojmë problemet e njerëzve, se ne flasim gjuhën e tyre. Dhe kush e flet më mirë gjuhën tonë? Banka Credence, që është si një familje madhe dhe shumë faleminderit për gjithë besimin dhe kaq vite besim për shqiptarët, madje edhe për qindra mira remitanca që ke sjell edhe për pensionistët, për këtë shtres që është kaq në nevojë. Që duke di çfarë moshe mund të quhet, se tash i ka kaluar moshe 4 ajo. Duke falenderuar kështu në mënyrë ekselente të ftuarit tan, magjik. Unë them vetëm kaq. Nëse keni mundësi, dëgjojni mesazhet e tyre edhe jemi në rregull. Shkojmë në publicitet dhe takojmë me njëherë në ndeshjen këtu, ndeshjen Bardazi që fillon pas pak.